Rrëfimi i Karsten Fledelius për vizitën e tij në Shqipëri në vitin 1968 paraqet një tablo kontrastesh të forta mes izolimit politik dhe ngrohtësisë njerëzore. Ai mbërriti në një vend të mbyllur, me kontroll të rrept shtetëror dhe ndikim të theksuar ideologjik, ku çdo aspekt i jetës duke i organizuar sipas vijës së partisë. Shenjat e diktaturës ishin të dukshme, mungesa pothuajse totale e makinave, ekonomia e varfër dhe ndjesia se njerëzit mund të ishin në nënvëzhgim të vazhdueshëm. Megjithatë, përtej këtij realiteti të ashpër, Fledelius vëren një shoqëri të rregullt dhe pa dallime të dukshme sociale. Ai thekson mungesën e lypësve dhe një lloj barazie ekstreme që e dallonte Shqipërinë nga vendet perëndimore si Danimarka. Në të njëjtën kohë, njerëzit i lanë përshtypje shumë pozitive për mikpritjen, mirësjelljen dhe gatishmërinë për të komunikuar, edhe në gjuhë të huaja si frëngjishtja apo italishtja. Përvoja e tij përfshin edhe detaje simbolike, si përdorimi i lekut në këmbime të çrregullte, mungesa e produkteve si filmi fotografik me ngjyra dhe transformimi i objekteve fetare në hapësira laike. Vizitat në fabrika me teknologji kineze dhe kontaktet me zyrtar të rinisë tregojnë për orientimin politik të vendit në atë periudhë. Në thelb, kujtimet e tij përshkruajnë një Shqipëri të varfër dhe të izoluar, por njëkohësisht krenare të disiplinuar dhe jashtëzakonisht mikpritëse, një realitet kompleks që mbetet i paharrueshëm për një vizitor të huaj.